Në moshën mbi 60 vjeç, trupi i njeriut kalon nëpër një proces transformimi natyror, ku sistemi kardiovaskular fillon të shfaqë shenjat e para të ngadalësimit, veçanërisht në zonat periferike siç janë këmbët. Qarkullimi i gjakut nuk është thjesht një proces mekanik, por është vetë gjatësia e qelizave tona, pasi përmes gjakut transportohet oksigjeni dhe lëndët ushqyese që mbajnë muskujt dhe indet aktive. Shpeshherë, ndjesia e këmbëve të rënda, ftohtësia e shputave apo mpirja që vjen pas qëndrimit gjatë ulur, janë sinjale alarmi që trupi dërgon për të treguar se venat dhe arteriet kanë nevojë për mbështetje shtesë. Nutricioni luan një rol kyç në këtë mes, pasi ekzistojnë përbërës specifik natyror që kanë fuqinë të zgjerojnë enët e gjakut dhe të përmirësojnë viskozitetin e lëngut jetësor. Një nga pijet më të fuqishme që mund të përgatitet në kushte shtëpie dhe që ka një efekt pothuajse të menjëhershëm në rritjen e qarkullimit, është kombinimi i panxharit të kuq me xhenxhefilin dhe pak limon. Panxhari është i pasur me nitrate natyrale, të cilat trupi i konverton në oksid nitrik. Ky i fundit është një molekulë mrekullibërse që relakson muret e enëve të gjakut, duke lejuar një rrjedhje më të lirë dhe më masive të gjakut drejt ekstremiteteve. Kur kjo kombinohet me vetit anti-inflamatore të xhenxhefilit, i cili ndihmon në hollimin natyral të gjakut dhe parandalimin e mpiksjeve të vogla, rezultati është një rritje ndjeshme e energjisë dhe reduktimi i entjeve në zonën e kyçeve. Për të siguruar që ky proces të jetë afatgjatë, nuk mjafton vetëm konsumi një pijeje, por duhet kuptuar fiziologjia e plakjes së enëve të gjakut. Me kalimin e viteve, elasticiteti i arterieve ulet, një fenomen i njohur si arterioskleroza. Kjo bën që zemra të punojë më fort për të dërguar gjakun deri në majat e gishtave të këmbëve. Në këtë kontekst, hidratimi është jetik. Shumë njerëz mbi moshën 60 vjeç humbasin ndjesinë e etjes, gjë që çon në trashje të gjakut dhe vështirësim të qarkullimit. Uji, i pasuruar me pak krip Himalaje ose elektrolite natyrale, siguron që vëllimi i gjakut të jetë i mjaftueshëm për të arritur çdo kapilar. Përveç panxharit, një tjetër aleat i jashtëzakonshëm është çaji i gjelbër i pasuruar me kanellë. Kanella njihet për vetitë e saj termogjene, që do të thotë se rrit temperaturën e brendshme të trupit dhe nxit lëvizjen e gjakut. Për persona që vuajnë nga diabeti i tipit 2, i cili shpesh shoqërohet me probleme të rënda të qarkullimit në këmbë, ky kombinim ndihmon edhe në stabilizimin e sheqerit, duke mbrojtur kështu veshjen e brendshme të enëve të gjakut nga dëmtimet oksidative. Gjithashtu, përdorimi i specit djegës, cajuen pepper, në sasi të vogla në pijet e mëngjesit mund të bëjë mrekulli. Kapsicina që gjendet te speci stimulon receptorët e nxehtësisë dhe bën që gjaku të vlojë në sensin pozitiv, duke u shpërndar me shpejtësi në zonat ku zakonisht ndihet ftohtë. Ky efekt pompimi është i rëndësishëm sidomos gjatë orëve të para të ditës, kur trupi sapo është zgjuar nga një gjendje qetësie 8 orëshe. Nëse e shikojmë nga ana e stilit të jetesës, pirja e këtyre lëngjeve duhet të shoqërohet me lëvizje të thjeshta. Edhe gjatë kohës që pini çajin tuaj të mëngjesit, lëvizja e rrotullimi i kyçeve të këmbëve ndihmon valvulat venoze të kthejnë gjakun mbrapsht drejt zemrës. Ky bashkëveprim mes ushqyerjes dhe mekanikës trupore është sekreti i një pleqërie aktive dhe pa dhimbje. Shëndeti i këmbëve është pasqyra e shëndetit të zemrës. Nëse gjaku qarkullon mirë atje poshtë, do të thotë se i gjithë sistemi po funksionon në harmoni. Për të vijuar këtë shtjellim të gjerë, duhet të ndalemi të rëndësia e mikronutrientëve dhe mineraleve që shërbejnë si karburant për elasticitetin e enëve të gjakut. Magnezi, për shembull, është një mineral që shpesh neglizhohet, por që luan një rol kritik në relaksimin e muskujve të lëmuar që rrethojnë arteriet. Kur nivelet e magnezit janë të ulta, enët e gjakut tentojnë të kontraktohen, duke e bërë kalimin e gjakut më të vështirë dhe duke rritur tensionin. Përfshirja e farave të kungullit apo kakaos organike në dietë, mundësisht në formën e një pijeje të ngrohtë në mbrëmje, mund të ndihmojnë në parandalimin e ngrampeve, dridhjeve, të këmbëve gjatë natës, një shqetësim i zakonshëm për moshën mbi 60 vjeç. Një aspekt tjetër që meriton vëmendje të veçantë është roli i vitaminës dhe bioflavonoideve. Këto substanca nuk janë vetëm për forcimin e imunitetit, por ato janë arkitektet e kolagjenit që forcon muret e venave. Pa kolagjen të mjaftueshëm, venat bëhen poroze dhe fillojnë të lëshojnë lëngje në indet përreth, gjë që shkakton atë ëntjen karakteristike rreth kyçeve të këmbëve në fund të ditës. Konsumimi i agrumeve, por edhe i frutave të pyllit si boronicat, ndihmon në forcimin e këtyre kapilarëve të vegjël, duke siguruar që gjaku të mos stagnojë në pjesën e poshtme të trupit. Nuk mund të lihet pa përmendur hudhra, e cila në mjekësinë popullore
dhe atë moderne, konsiderohet si pastruesi i arterieve. Hudra përmban alicin, një përbërës sulfurik që ndihmon në hollimin e pllakave yndyrore, që mund të jenë akumuluar ndër vite. Për dik mbi 60 vjeç, mbajtja e arterieve të pastra është jetike për të shmangur sëmundjen arteriale periferike. Një teknikë efektive është lënia e hudrës së shtypur të pushojë për 10 minuta para se të konsumohet apo të shtohet në ushqim, pasi kjo kohë lejon aktivizimin e plotë të enzimave të saj shëruese. Përveç ushqyerjes, temperatura e ambientit dhe e ujit që konsumojmë ka një ndikim të drejtpërdrejtë. Në moshën e tretë, trupi e ka më të vështirë të rregullojë termoregulacionin. Pirja e ujit shumë të ftohtë mund të shkaktojë një vazokonstriksion, ngushtim të enëve të menjëhershëm. Prandaj, rekomandohet që pijeve t'u jepet gjithmonë një temperaturë ambienti ose të jenë lehtësisht të ngrohta. Kjo nxit vazodilatimin, zgjerimin e enëve dhe lehtëson punën e zemrës. Në këtë rrugtim të përmirësimit të qarkullimit, roli i acideve yndyrore omega-3 është i pazëvendësueshëm. Këto yndyra të shëndetshme, që gjenden te peshku i yndyrshëm ose te farat e lirit, funksionojnë si një lloj lubrifikanti për sistemin tuaj qarkullues. Ato reduktojnë inflamacionin kronik, i cili është armiku i heshtur që dëmton veshjen e brendshme të enëve të gjakut, endotelin. Kur endoteli është i shëndetshëm, ai prodhon vet oksid nitrik, duke krijuar një cikël pozitiv të vet rregullimit të tensionit dhe qarkullimit. Një faktor tjetër që shpesh harrohet është shëndeti i mëlçisë në raport me gjakun. Mëlçia është përgjegjëse për filtrimin e toksinave dhe prodhimin e proteinave që ndihmojnë në koagulimin e duhur. Nëse mëlçia është ngarkuar, gjaku bëhet më i trashë dhe më i rënd për të pompuar. Pijet detoksifikuese si çaji i radhiqes apo lëngu i mollës jeshile me majdanoz, jo vetëm që pastrojnë mëlçin, por indirekt lehtësojnë barën mbi sistemin qarkullues, duke i dhënë këmbëve një ndjesi lehtësie. Gjithashtu, duhet folur për rëndësinë e kaliumit. Ky elektrolit është kundërshtari natyral i kripës, natriumit. Shumë njerëz konsumojnë sasi të larta kripe, gjë që mban ujin në trup dhe rrit presionin mbi venat. Duke shtuar ushqime të pasura me kalium si banania, avokado apo patatja e ëmbël, ne ndihmojmë trupin të nxjerrë ujin e tepërt dhe të ulë presionin hidrostatik në këmbë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për ata që qëndrojnë shumë kohë ulur ose në këmbë pa lëvizur. Së fundi, duhet të kuptojmë se procesi i përmirësimit të qarkullimit të gjakut është një maraton, jo një sprint. Rezultatet më të mira vijnë kur këto ndryshime bëhen pjesë e rutinës ditore. Një gotë me lëng panxhari në mëngjes, një ecje lehtë pasdite dhe një hidratim i vazhdueshëm gjatë ditës, krijojnë një sinergji që mund të transformojë rrënjësisht cilësinë e jetës pas moshës 60 vjeçare, duke kthyer lëvizshmërinë dhe gjallërinë që mendonit se kishte humbur. Për të thelluar më tej këtë udhëzues gjithëpërfshirës, është e domosdoshme të shqyrtojmë mekanizmin e funksionimit të valvulave venoze, të cilat shërbejnë si portierët e qarkullimit në gjymtyrët e poshtme. Pas moshës 60 vjeç, graviteti bëhet një sfidë më e madhe për trupin. Gjaku duhet të udhëtojë nga shputat e këmbëve lart drejt zemrës, duke sfiduar forcën e rëndesës. Kur këto valvula dobësohen, gjaku fillon të grumbullohet, duke krijuar atë që ne e njohim si variqe ose vena të fryra. Kjo nuk është vetëm një çështje estetike, por një tregues i qartë se sistemi ka nevojë për ndërhyrje përmes ushqyerjes dhe lëvizjes mekanike. Një tjetër element kyç që duhet integruar në këtë regjim është përdorimi i polifenoleve, të cilat gjenden me bollëk të rushi i zi dhe farat e tij. Ekstrakti i farës së rushit është provuar shkencërisht se rrit forcën e enëve të gjakut dhe përmirëson elasticitetin e tyre. Për një person mbi 60 vjeç, konsumimi i frutave me ngjyrë të errët, si manaferat, vishnjat apo kumbullat e thata, ofron një mbrojtje antioksiduese që parandalon oksidimin e kolesterolit LDL. Ky proces oksidimi është ai që çon në formimin e pllakave sklerotike, të cilat ngushtojnë rrugët e kalimit të gjakut dhe e bëjnë zemrën të pompojë me një presion të rrezikshëm. Në këtë stad të moshës, ndikimi i sistemit nervor mbi qarkullimin është po aq i rëndësishëm sa dieta. Stresi kronik prodhon kortizol, një hormon që shkakton ngushtimin e enëve të gjakut si pjesë e reagimit luaj ose ik. Për dikë që kërkon të rrisë fluksin e gjakut në këmbë, teknikat e frymarrjes së thellë, gjatë kohës që konsumohet një çaj bimor, si ai i murrizit, mund të bëjë mrekulli. Murrizi njihet në herbalistik si ushqimi i zemrës, pasi ndihmon në zgjerimin e arterieve koronare dhe përmirëson forcën e tkurjes së muskujt të zemrës, duke siguruar që çdo raje të dërgojë një valë të fuqishme gjaku deri në skajet më të largëta të trupit.
Një sekret tjetër që shpesh anashkalohet është rëndësia e enzimave proteolitike. Këto enzima, që gjenden natyralisht në ushqime si ananasi, bromelina dhe papaina, ndihmojnë në zbërthimin e fibrinës, një protein që mund ta bëjë gjakun më ngjitës dhe të prirur për mpiksje. Duke konsumuar lëngje që përmbajnë këto fruta, veçanërisht në stomak bosh, ju ndihmoni në një proces që ngjan me pastrimin e tubacionit, duke e bërë gjakun më të lëngshëm dhe më të lehtë për të shpërndarë në kapilarët e imët të këmbëve. Gjithashtu, duhet përmendur roli i vitaminës K2. Ndryshe nga vitamina K1 që merret me mpiksjen, K2 luan rolin e policit të trafikut për kalciumin. Ajo siguron që kalciumi të shkojë në kocka dhe jo të depozitohet në muret e arterieve. Depozitimi i kalciumit në arterie i bën ato të forta si tuba plastike, duke u hequr aftësinë për të zgjeruar kur trupi ka nevojë për më shumë gjak. Përfshirja e ushqimeve të fermentuara si kosi i shtëpisë apo lakra turshi në dietë ndihmon në prodhimin e kësaj vitamine esenciale nga flora bakteriale e zorëve. Nëse flasim për pije specifike që mund të bëhen pjesë e rutinës, duhet të përmendim ujin me uthull molle organike. Uthulla e mollës ndihmon në balancimin e pit të trupit dhe ka një efekt tonifikues mbi vena. Një lugë uthull molle në një gotë ujë të vakët para vaktit mund të ndihmojë në tretjen e yndyrave dhe në parandalimin e ndjesisë së rëndesës pas ushqimit, e cila shpesh shoqërohet me një ngadalësim të qarkullimit të përgjithshëm, pasi trupi e përqendron të gjithë gjakun në sistemin tretës. Për ta mbyllur këtë segment, është e rëndësishme të theksojmë se kjo pije mrekullibërse, që po diskutojmë nuk është vetëm një lëng, por një katalizator për një ndryshim më të madh. Kur dikush mbi 60 vjeç fillon të kujdeset për qarkullimin e gjakut, ai nuk po ndihmon vetëm këmbët. Ai po ushen trurin, po mbron veshkat dhe po rritje gjatësinë e të gjithë organizmit. Çdo gllënik e pasur me nitrate, antioksidant dhe minerale është një investim në lirinë e lëvizjes, duke i lejuar individit të qëndrojë aktiv, i pavarur dhe plot energji edhe në vitet e tyre të arta. Për të vijuar këtë udhëzues të gjerë, është koha të trajtojmë atë që shpesh quhet vdekja e heshtur e qarkullimit të gjakut te mosha mbi 60 vjeç, akumulimi i homocisteinës. Ky është një aminoacid që, kur gjendet në nivele të larta, dëmton shtresën e brendshme të arterieve, duke i bërë ato të ashpra dhe të prirura për të bllokuar. Për të luftuar këtë, pijet tona duhet të jenë të pasura me kompleksin e vitaminave B, veçanërisht B12 dhe acidin folik. Një lëng i freskët jeshil, i bërë nga spinaçi, majdanozi dhe pak mollë jeshile, nuk është thjesht një pije freskuese, por një laborator kimik që ul nivelet e homocisteinës dhe rikthen rreshmërinë e gjakut në zonat më kritike. Një faktor tjetër që duhet marrë parasysh është viskoziteti i gjakut gjatë natës. Shumë sulme kardiake ose probleme të qarkullimit ndodhin në orët e para të mëngjesit, sepse gjaku trashet gjatë gjumit për shkak të dehidratimit. Prandaj, një zakon i artë për personat mbi 60 vjeç është konsumimi i një gote ujë të ngrohtë me pak limon dhe një maj thike sodë buke përpara gjumit, nëse nuk kanë kundërindikacione mjekësore. Kjo ndihmon në mbajtjen e një mjedisi alkalin dhe parandalon që gjaku të bëhet shumë ngjitës, ndërsa trupi pushon. Le të ndalemi tani te fuqia e kurkumës, turmerikut. Kurkuma përmban kurkumin, një përbërës që ka veti të fuqishme antitrombotike. Për këmbët që ndjehen si të mpir apo që kanë dhimbje kronike, qumshti i artë, qumsh bimor me kurkum dhe pak piper të zi, shërben si një agent natyral që hollon gjakun pa efektet anësore të medikamenteve sintetike. Piperi i zi është kyç këtu, pasi ai rrit përthithjen e kurkumës me 2000 je, duke siguruar që mrekullia e kësaj rënje të arrijë deri në kapilarët më të vegjël të gishtërinjve të këmbës. Nuk duhet harruar as ndikimi i sistemit limfatik. Ndryshe nga gjaku, që pompohet nga zemra, limfa, lëngu që largon mbetjet nga indet, nuk ka një pompë qendrore. Ajo varet tërësisht nga lëvizja e muskujve dhe hidratimi. Për dik mbi 60 vjeç që kalon kohë ulur, lëngu limfatik mund të stanjojë, duke shkaktuar fryrje të këmbëve që nuk kalon as me pushim. Përdorimi i çajit të bishtave të qershisë ose i mëllagës ndihmon në drenimin e këtyre lëngjeve, duke liruar hapësirën që arteriet të dërgojnë gjak të freskët dhe të oksigjenuar në muskuj. Në aspektin e biologjisë molekulare, pas moshës 60 vjeç, trupi prodhon më pak koenzim 10. Ky është shkëndia që ndez motorin e çdo qelize, përfshir ato të zemrës dhe të mureve të enëve të gjakut. Mungesa e 10 e bën sistemin qarkullues dembel. Shtimi i ushqimeve si susami ose përdorimi i vajrave cilësore, si vaji i ullirit ekstra i virgjër, në pijet e mëngjesit, siç janë smoothies,
ndihmon në transportin e këtyre elementeve që japin energji zemrës për të pompuar gjakun me presionin e duhur deri te venat e këmbëve. Gjithashtu, duhet të flasim për rëndësinë e rutinës së ngrohtë ftohtë. Edhe pse filluam me pijet, aplikimi i tyre i brendshëm plotësohet nga stimulimi i jashtëm. Pirja e një çaji të nxehtë xhenxhefili ndërkohë që bëni një banjë këmbësh me krip epsom, sulfat magnezi, krijon një efekt termik të dyfisht. Nxehtësia zgjeron enët, ndërsa magnezi përthithet përmes lëkurës për të relaksuar muskujt e tensionuar. Ky kombinim është vdekjeprurës për qarkullimin e dobët dhe i kthen këmbëve ndjesinë e lehtësisë brenda 15 minutave. Së fundi, është thelbësore të kuptohet se shëndeti i enëve të gjakut është i lidhur ngushtë me mirëqenien emocionale. Vetmia apo depresioni, që shpesh prekin moshën e tretë, çojnë në një gjendje inflamatore sistemike që vdes enët e gjakut. Prandaj, akti i përgatitjes së këtyre pijeve duhet parë si një ritual i dashurisë për veten. Kur një person mbi 60 vjeç merr kohën për të shtrydhur një panxhar apo për të zier një çaj bimor, ai po i dërgon një sinjal trurit të tij se jeta vazhdon të jetë e vlefshme dhe se trupi i tij meriton kujdesin më të mirë. Ky optimizëm biologjik përkthehet në një sistem imunitar më të fortë dhe një zemër që rreh me ritmin e shëndetit. Për të vijuar këtë traktat të gjerë mbi shëndetin vaskular, është koha të analizojmë shenjat e heshtura që trupi i një personi mbi 60 vjeç dërgon përpara se situata të bëhet kritike. Shpeshherë, ne neglizhojmë këto shenja duke i quajtur thjesht lodhje e moshës, por në fakt, ato janë mesazhe të koduara të sistemit tonë të qarkullimit. Një nga këto shenja është ndryshimi i ngjyrës së lëkurës në pjesën e poshtme të këmbëve. Nëse vëreni një nuancë lehtësisht blu ose të zbehtë, kjo tregon se gjaku i oksigjenuar po vuan të arrijë në destinacion. Në këtë pikë, konsumimi i pijeve të pasura me klorofil, si lëngu i grurit ose smothies me perime jeshile, vepron si një transfuzion natyral, pasi struktura e klorofilit është pothuajse identike me atë të hemoglobinës, duke ndihmuar në transportin më efikas të oksigjenit. Një tjetër fenomen që meriton vëmendje është claudicacion ose dhimbja e muskujve gjatë ecjes që zhduket me pushim. Kjo ndodh sepse arteriet e ngushtuara nuk mund të furnizojnë muskujt me gjakun e mjaftueshëm që kërkon lëvizja. Për të luftuar këtë, duhet të fokusohemi te roli i largininës, një aminoacid që gjendet te arrat, bademet dhe fara. Larginina është pararendëse e oksidit nitrik, i cili, siç e përmendëm, i zgjeron enët e gjakut me njëherë. Një qumësht i bërë vetë me ara dhe pak mjalt, i konsumuar pas një shëtitje të shkurtër, ndihmon në rikuperimin e shpejtë të indeve dhe parandalon dëmtimin e mëtejshëm të fibrave muskulore. Duhet të flasim gjithashtu për ndikimin e sheqerit në gjak, veçanërisht për ata që janë në prag të diabetit ose vuajnë prej tij. Sheqeri i lartë vepron si gjampapere, shmirgël mbi muret e holla të enëve të gjakut. Ai i gëryen ato, duke krijuar plagë të vogla, ku pastaj akumulohet kolesteroli për të bërë arnimin. Kjo çon në ngurtësimin e arterieve. Pijet që përmbajnë uthull molle ose çaj të zi pa sheqer ndihmojnë në uljen e indeksit glicemik të vakteve, duke mbrojtur kështu integritetin e endotelit vaskular. Shëndeti i këmbëve pas moshës 60 vjeç varet direkt nga aftësia jon për të mbajtur gjakun të pastër nga teprica e glukozës. Një aspekt tjetër që shpesh injorohet është rëndësia e veshkave në rregullimin e tensionit të gjakut. Veshkat prodhojnë një hormon të quajtur renin, i cili kontrollon se sa duhet të tkuren enët e gjakut. Nëse veshkat janë të mbingarkuara nga toksinat apo kripa e tepërt, ato dërgojnë sinjale që rrisin tensionin në mënyrë artificiale, duke e bërë qarkullimin në këmbë edhe më të vështirë. Përdorimi i lëngut të boronicës së kuqe, pa sheqer, apo çaj të mjekrës së misrit ndihmon në shpëlarjen e veshkave, duke lehtësuar punën e zemrës dhe duke siguruar që presioni i gjakut të mbetet brenda normave optimale për moshën e tretë. Në nivel qelizor, duhet të kuptojmë procesin e autofagjisë, aftësinë e trupit për të pastruar qelizat e vjetra dhe të dëmtuara. Pas moshës 60 vjeç, ky proces ngadalësohet. Agjerimi ndërprer, intermittent fasting, i shoqëruar me pije si çaj i gjelbër apo kafeja organike në sasi të moderuar, stimulon këtë proces pastrimi. Kur trupi eliminon mbetje qelizore nga muret e enëve të gjakut, ato bëhen më elastike dhe më të afta për të përshtatur me ndryshimet e temperaturës dhe aktivitetit fizik. Për më tepër, rolit të jodit nuk i është dhënë rëndësia e duhur. Tiroidja, e cila varet nga jodi, kontrollon metabolizmin e çdo qelize, përfshirë ato që përbëjnë zemrën dhe arteriet. Një tiroid dembele, hipotiroidizmi, që është shpesh te moshat e thyera, çon në qarkullim të ngadalt
dhe ndjesi të vazhdueshme të ftohtit në këmbë. Përfshirja e algave të detit në dietë ose konsumimi i ujit të pasuruar me minerale detare mund të zgjojë metabolizmin dhe të rrisë temperaturën e trupit, duke nxitur një rrjedhje më të shpejtë të gjakut. Së fundi, duhet të ndalemi te fuqia e vetë sugjestionit dhe relaksimit të ndërgjegjshëm. Kur jemi të tensionuar, muskujt e këmbëve shtrëngohen rreth venave, duke penguar kthimin e gjakut. Teknika e skanimit të trupit, gjatë kohës që shijoni një pije qetësuese, si çaji i blirit apo i valerianës, lejon që tensioni muskulor të lëshohet. Kjo hap rrugët e lira për gjakun dhe limfën, duke krijuar një ndjesi çlirimi që fillon nga lexheni e përfundon te majat e gishtave. Ky proces holistik tregon se shëndeti i qarkullimit nuk është vetëm çështje e asaj që pim, por e një harmonie mes ushqyerjes, mentalitetit dhe lëvizjes.